Donald Trump përshkroi Evropën si një grup kombësh në shpërbërje të udhëhequra nga njerëz të dobët, duke kritikuar aleatët tradicional të SBA-s për dështimin e tyre për të kontrolluar imigracionin dhe për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Në një intervistë për Politico, ai tha se do të mbështeste kandidat politik në Evropë që përputhen me vizionin e tij. Mendoj se ata janë të dobët, tha presidenti i SBA-s për udhëheqësit politik të Evropës, por gjithashtu mendoj se ata duan të jenë kaq politikisht korrekt. Mendoj se nuk din çfarë të bëjnë. Evropa nuk di çfarë të bëjë, shtoi ai. Kritikat e Trump ndaj udhëheqësve evropianë vinë në një kohë kritike për negociatat mbi luftën në Ukrainë, pasi udhëheqësit evropianë shprehin shqetësim në rritje se presidenti amerikan mund ta braktisë Ukrainën dhe aleatët e saj ndaj agresionit rus. Në intervistë, Trump nuk u dha siguri evropianëve për këtë çështje dhe tha se Rusia është qartësisht në një pozicion më të fortë se Ukraina. Jam miqësor me të gjithë, duhet të them më pëlqejnë të gjithë, nuk kam armiq të vërtet. Kam pasur disa që nuk më kanë pëlqyer gjatë viteve. Në fakt më pëlqen ekipi aktual, më pëlqejnë shumë, i njoh shumë mirë. Disa janë miq, disa janë në rregull. I njoh udhëheqësit e mirë, i njoh udhëheqësit e këqinj, i njoh ata të zgjuar, i njoh ata budallënjt. Ka disa vërtet budallënj. Nuk bën një punë të mirë. Evropa nuk bën një punë të mirë në shumë mënyra, shtoi ai. Kur u pyet nëse do të përfshihej në zgjedhjet evropiane, ai tha: "Dua të qeverisë Shtetet e Bashkuara, nuk dua të qeverisë Evropën. Kam qenë shumë i përfshirë në Evropë." Lidhur me nëse do të merrte në konsiderat përfshirje në disa nga këto zgjedhje për të vendosur udhëheqës që ai konsideron më të përshtatshëm, ai tha: "E po, unë do të mbështesja. Kam mbështetur njerëz, por kam mbështetur njerëz që shumë evropian nuk i pëlqejnë. Kam mbështetur Viktor Orban, kam mbështetur edhe Amerikën e Jugut, Amerikën Latine dhe Argentinën." Lidhur me NATO-n, ai theksoi: "Ka vende që janë të vështira për NATO-n, jo se nuk duhet të jenë. Mendoj se është mirë që i kemi. Turqia është një shembull. Erdogan është një mik i imi. Sa herë që kam një problem me të, më kërkoj ta telefonoj sepse nuk mund të flasim me të. Ai është një djalë i ashpër. Në fakt më pëlqen shumë. Mendoj se ka ndërtuar një vend të fortë, një ushtri të fortë, por ata kanë vështirësi të merren me të dhe më kërkojnë ta telefonoj. Dhe unë e telefonoj dhe gjithmonë ja arri." Lidhur me luftën në Ukrainë, ai pretendon se kishte propozuar një draft të ri të marrëveshjes së paqes, që disa zyrtarëve Ukrainas u pëlqeu, por që vetë Zelenski nuk e kishte marrë ende në konsiderat. "Do të ishte mirë nëse ai do ta lexonte atë", tha Trump. Zelenski u takua të hënën me udhëheqësit e Francës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar dhe vazhdoi të shprehte kundërshtimin e tij në dhënien e territorit Ukrainas Rusisë, si pjesë e një marrëveshjeje paqeje. Presidenti amerikan tha se nuk i kushtonte shumë rëndësi rolit të udhëheqësve evropianë në përpjekjen për t'i dhënë fund luftës. "Ata flasin, por nuk prodhojnë rezultate dhe lufta vazhdon e pandërprerë", tha Trump. Në një sfidë të re ndaj Zelenskit, i cili duket i dobësuar politikisht në Ukrainë për shkak të një skandali korrupsioni, Trump përsëriti kërkesën e tij që Ukraina të mbajë zgjedhje të reja. "Ata nuk kanë mbajtur zgjedhje për një kohë të gjatë. E dini, ata flasin për demokracinë, por po arrin në një pikë ku nuk është më demokraci. Është një luftë që nuk duhet të kishte ndodhur kurrë. Sinqerisht nuk do të kishte ndodhur kurrë nëse do të isha unë president, dhe nuk ndodhi për 4 vjet. E pash këtë të ndodhte dhe thash: wow, ata do të shkaktojnë probleme këtu." Dhe filloi dhe mund të shndërrohet në luftën e tretë botërore. "Sinqerisht, mendoj se ndoshta nuk do të ndodh tani. Mendoj se nëse nuk do të isha president, mund të kishim luftën e tretë botërore", tha Trump. Ai theksoi gjithashtu se Putini nuk kishte respekt për Bidenin dhe nuk ka respekt për Zelenskin, nuk e pëlqente Zelenskin. Ata me të vërtetë e urrejnë njëri tjetrin. Dhe një pjesë e problemit është se ata e urrejnë njëri tjetrin kaq shumë, e dini? Dhe është shumë e vështirë për ta të përpiqen të bëjnë një marrëveshje. Unë kam zgjidhur 8 luftra, unë bëj marrëveshje. Kjo është e vështirë. Një nga arsyet është se niveli i urrëties midis Putinit dhe Zelenskit është i madh, pavarësisht se tha se po ndjek një agjendë paqeje jashtë vendit. Trump shtoi se mund të zgjerojë më tej veprimet ushtarake të administratës së tij në Amerikën Latine, kundër objektivave që ai thotë se janë të lidhura me tregtinë e drogës. Trump ka vendosur një forcë të madhe ushtarake në Karaibe për të goditur trafikantët e dyshuar të drogës dhe për të ushtruar presion mbi regjimin autoritar të Venezuelës. Në intervistë ai refuzoi vazhdimisht të përjashtonte dërgimin e trupave amerikanë në Venezuelë si pjesë e një përpjekjeje për të rrëzuar Maduron, të cilin Trump e akuzon për eksportimin e drogës në Shtetet e Bashkuara. Disa udhëheqës të së djathtës amerikane e kanë paralajmëruar Trumpin se një pushtim toksor i Venezuelës do të ishte një vije kuqe për konservatorët që votuan për të, pjesërisht për të dhënë fund luftrave jashtë vendit. "Nuk dua ta përjashtoj ose ta konfirmoj, nuk po flas për këtë", tha Trump për dërgimin e trupave. "Nuk dua të flas me ju për strategjinë ushtarake", shtoi ai. Megjithatë, ai tha se do të merrte në konsiderat përdorimin e forcës kundër objektivave në vende të tjera ku tregtia e drogës është veçanërisht aktive, si Meksika dhe Kolombia. "Sigurisht do ta bëja", tha ai.